E shtuna sjell një episod të veçantë në emisionin Personazhe në Fokus, kushtuar ditës ndërkombëtare të Romëve, e cila festohet më 8 prill. Kjo ditë është një mundësi për të promovuar dhe festuar kulturën rome, si dhe për të rritur ndërgjegjësimin mbi sfidat dhe diskriminimin që përjeton komuniteti rom në Shqipëri dhe më gjerë. Dita ndërkombëtare e Romëve u shpall zyrtarisht në vitin 1990 gjatë Kongresit të 4 botëror të Romëve të Unionit Ndërkombëtar të Romëve, mbajtur në Serok, Poloni. Kjo datë përkujton gjithashtu Kongresin e parë ndërkombëtar të Romëve, i zhvilluar në Chelsfield afër Londrës nga 7 deri më 12 prill 1971. I ftuari i kësaj të shtune në emision është zoti Ferit Milajn, drejtori ekzekutiv i Unionit për Zhvillim dhe Integrim të Minoritetit Rom në Shqipëri. Gjatë intervistës, ai ndalet në sfidat e shumta që përballet komuniteti rom sot, duke analizuar të ashtu quajturat 8 shtyllat kryesore që përfaqësojnë nevojat dhe drejtimet kryesore të zhvillimit të këtij komuniteti. Emisioni sjell gjithashtu një pasqyrë të politikave shtetërore në lidhje me këtë minoritet, si dhe vlerësime për impaktin real të tyre në jetën e përditshme të qytetarëve rom në vendin tonë. Intervista realizohet nga gazetari Ndriçim Gjoshi dhe transmetohet çdo të shtunë në orën 21 në ekranin e televizionit Apollon.